Nga fshati Dajçi i Shkodrës për nismën Shqipëria pa armë, Ministri i Brendshëm Semir Tahiri tha se armët janë një keqe e madhe që nuk kërcënon të sotmen, por mbi të gjitha të ardhmen. I shoqëruar nga drejtori i Policisë së Shtetit Aki Çako, përfaqësues të komuniteteve fetare dhe të pushtetit vendor, Tahiri u shpreh se më shumë se një armë e varrosur në obor apo e fshehur diku në shtëpi, ne duhet të nisim të çarmatosim mendjen dhe arsyen. Burrë është ai që fal. Ku justifikohet me traditën që shqiptari nuk e lëshon armën, bën gabim për sot dhe për të ardhmen që duam. Shqiptari duhet dallohet, jo për armën në dorë, por për arsyen dhe për fuqinë e arsyes. Mesazhe për dorëzimin e armëve erdhën dhe nga kreu i konferencës i peshqvënore i Mzot Angelo Masafra, i cili nuk kurseu dhe kritikat, duke lënë të kuptohet se shteti nuk është në lartësinë e duhur për të mbrojtur qytetarët. Më thanë disa krejë familjarë, sa jemi më falë budal, jemi duke agjuar paret për të blerë armët për të mbrojtur familjen tonë nga hajdutat. Dhe atëherë kujtoni këto gjëra. Edhe sot, unë mendoj se një pjesë më të madhe e familjeve tona janë armatosur se kanë frikë. Nuk ndihen mbështetur nga shteti, nuk ndihen të mbrojtur. Atëherë unë them e bëj thirrje, të gjithë ju që keni armët dorëzoni, ju lutem. Ministri i Brendshëm tha se nisma ligjore kërkon bashkëpunimin e të gjithë shoqërisë, pasi përpjekja e vetëm një aktori është e pamundur.